Horoskopi ditor, e shtunë, 14 mars 2026. Dashi. Mund të duash të lësh diçka pas dore një herë e mirë sot, i dashur dash, por mund të jetë e vështirë të dish si ta bësh këtë, ose të vazhdosh përpara. Çështjet e pasgjidhura dhe gjërat që nuk i ke bërë mund të ndërhyjnë përkohësisht. Je më i prirur të shqyrtosh të kaluarën për përgjigje këto ditë, por ndërsa tendenca është ta bësh këtë në një mënyrë analitike, mund të përfitosh shumë më tepër nëse angazhohesh me ndjenjat e tua. Kjo mund të jetë një kohë me pak padurim, por do të jesh në formën tënde më të mirë nëse mund të ritmosh pak veten. Gjetja e një ekuilibri është e rëndësishme sot, dhe kjo mund të nënkuptojë ti bësh gjërat hap pas hapi. Shkëputja e mjaftueshme nga një situatë të ndihmon të bësh ndryshimet e nevojshme dhe rrit kënaqësinë tënde. Demi. Tranzitet e sotme mund të shkaktojnë frustrime ose bllokime të vogla, i dashur Dem. Mund t'ju mungojë një ndjenjë qëllimi ose misioni, gjë që ju pengon të ndiqni dëshirat tuaja drejt për drejt. Gabimet e së kaluarës mund të marrin më shumë rëndësi se zakonisht në mendjen tuaj. Ndërsa besimi mund të mungojë përkohësisht, zgjidhjet alternative që zgjidhni në fund të fundit mund të funksionojnë në favorin tuaj. Synoni të shmangni mendimet e tepërta, veçanërisht në lidhje me jetën tuaj shoqërore, rrjetet dhe miqësitë. Mund t'ju duhet t'i kujtoni vetes të jeni takt nëse jeni të sinqertë. Lëvizja e hënës në krye të tabelës suaj diellore sjell në mendje prioritetet tuaja ndërsa dita përparon. Binjakët. Sot mund të gjesh veten me ambicie të mëdha, të dashur binjak, por do të kesh disa sfida në gjetjen e një rrugdaljeje, për to mund të dëshirosh veprim, por nuk je shumë i sigurt se nga t'ia fillosh. Shpërqendrimet mund të marrin formën e njerëzve të ndjeshëm ose prekës përreth teje. Ndërsa pastrimi i ajrit mund të jetë ajo që të nevojitet, ekziston një tendencë për të qenë shumë mbrojtës për të bërë shumë përparim për momentin, kështu që pritja mund të jetë më e mira. Sigurisht, frustrimet e brendshme mund të shkaktohen nëse ka pasur tension me qëllimet e tua më të mëdha ose përgjegjësitë e kësaj bote. Për fat të mirë, mund ta përdorësh këtë energji në avantazhin tënd, pasi dëshira për të kapërcyer frustrimet mund të të motivojë të bësh ndryshime ose të lësh pas një situatë irrituese. Syno të shmangësh mendimin e tepërt për planet e tua afatgjata ose shqetësimin për gjëra që janë përtej kontrollit tënd. Mos lejo që kjo të mbizotërojë ndjenjat e tua të brendshme ose të errësojë nevojat e tua emocionale. Gaforja. Tranzitet e sotme nuk janë krejtësisht të qeta, i dashur gafore, gjë që mund të shkaktojë shqetësim. Sado pasionante që ndiheni, pa kanalet e duhura për të çliruar këtë energji, mund të jeni duke u përpjekur të rrëshisni. Të tjerët mund të jenë mbrojtës ose vetëm mbrojtës. Agitacioni mendor dhe nervozizmi mund të jenë shpërqendrues, veçanërisht kur bëni plane afatgjata. Përpiquni të shmangni mendimet e tepërta dhe synoni të lidheni me atë që doni të bëni, në mënyrë që të mund të merrni parasysh edhe zemrën tuaj. Gjithashtu, synoni të lidheni me dëshirat tuaja të vërteta përpara se të ndërmerrni veprime për rezultatet më të mira. Nxitimi mund të çojë në hapa të gabuar. Megjithatë, mund ta keni të vështirë të relaksoheni derisa të përballeni me frustrimet tuaja, dhe tranziti i sotëm Mars Kiron mund të ndihmojë në hapjen e rrugës për atë mundësi, edhe nëse mund të jetë disi kaotik. Luani. Hëna lëviz në shenjën tuaj të kundërt sot, i dashur Luan, duke ju sfiduar të gjeni një ekuilibër më të mirë në jetën tuaj për disa ditë. Duke i parë gjërat nga një këndvështrim tjetër mund të ndihmojë. Nevoja për të tjerët bëhet më e dukshme sot, dhe ndonjëherë ky ndikim ju shtyn të kërkoni këshilla ose lidhje individuale. Mund të ndiheni të energjizuar sot, por mund t'ju mungojë një kanal i kënaqshëm për të shprehur entuziazmin tuaj. Njerëzit mund të mos jenë veçanërisht të sigurt dhe nuk është e lehtë të dish se çfarë duan. Përqendrimi në veten tuaj tani mund të jetë i nevojshëm për ta ndarë veten më lirshëm dhe të lumtur me të tjerët më vonë. Kini kujdes nga mendimet e tepërta deri në atë pikë sa të injoroni atë që ndjeni për një çështje sot. Vendosni ritmin tuaj. Virgjëresha. Virgjëresh e dashur, sot mund të jesh i apasionuar pas diçkaje dhe të dëshirosh veprim dhe përparim. Megjithatë, diçka nuk është gati të lëviz, gjë që mund të jetë frustruese. Megjithatë, ke shumë për të mësuar rreth vetes përmes konflikteve ose pengesave me të cilat po përballesh tani. Është më mirë të jesh i duruar. Gjithashtu, është e rëndësishme të shmangësh të jetosh shumë në kokën tënde sot, veçanërisht kur lidhesh me të tjerët.
Tendenca është të ndahesh nga ndjenjat e tua kur lidhesh ose komunikon, gjë që mund të çojë në konfuzion ose mesazhe të përzierura. Me ndjenja të shtuara, mund të jetë gjithashtu një kohë kur konfliktet janë më të mundshme. Peshorja. Edhe pse mund të përballeni me pakënaqësi ose pakënaqësi të paqartë ndonjëherë sot, i dashur peshore, keni shumë për të mësuar rreth dëshirave tuaja të vërteta. Nga njëra anë, mund të jeni të apasionuar pas diçkaje ose gati për të përballur me botën, por rrethanat nuk duket se i mbështesin planet tuaja, ende jo, ose planet mund të mos realizohen siç dëshironi. Mbrojtja është më mirë të shmanget, synoni të ngrijeni mbi të dhe të përqendroheni në zgjidhjen e problemeve. Në të njëjtën kohë, marrja e kohës për të riorganizuar është një tjetër mundësi që mund të jetë e dobishme. Tendenca për të menduar shumë është e lartë në disa vende sot, dhe kështu është edhe prirja për të shqetësuar. Trajtoni problemet para se ato të arrijnë të marrin kontrollin, por jepini vetes pushime të shpeshta nëse është e mundur. Akrepi. Dita mbart një energji të zymë dhe të paqëndrueshme, i dashur akrep, por po mësoni gjithashtu shumë për atë që dëshironi vërtet. Energjia mund të vijë fort, por rrugët e daljes mund të mos shfaqen aq shpejt. Mund të ketë disa probleme që përfshin kërkesat e të tjerëve për kohën tuaj. Kini kujdes nga mendimet e tepërta për çështjet krijuese dhe romantike sot. Ndërsa duhet të rishikoni dhe të ktheheni prapa në këto fusha, nuk është aq urgjente sa mund ta imagjinoni tani. Ndërsa dita përparon, hëna shkon në sektorin tuaj të shtëpisë dhe familjes dhe mund t'ju duhet pak siguri ose qetësi shtesë përpara se të ecni përpara. Është një fazë e rëndësishme në ciklin hënor për t'u përqendruar. Shigjetari. Energjitë mund të jenë të paqëndrueshme ndonjëherë sot, i dashur shigjetar. Nga njëra anë, mund të dëshironi të filloni me një çështje personale ose shtëpiake, dhe nga ana tjetër, shpërqendrimet janë të shumta dhe po i kushtoni vëmendje atyre në vend që t'i shpërfillni. Kjo mund të nënkuptojë që nuk jeni vërtet të vendosur për atë që doni të bëni. Shtëpia dhe familja janë fusha me interes të veçantë për ju këto ditë, si dhe fusha që kanë nevojë për disa ripërpunime. Keni kohë për të bërë përmirësime këtu, prandaj përpiquni të mos i nënshtroheni presioneve për të bërë gjithçka shumë shpejt. Sot ekziston një tendencë për të shqetësuar dhe për të menduar shumë, por nuk ka gjasa t'ju çojë në një pozicion më të mirë. Shfrytëzoni entuziazmin e shtuar për t'u bërë më të sigurt dhe më rehat. Bricjapi. Mund të ketë shumë gjëra që mund të nisni dhe ndaloni ndonjëherë sot, i dashur bricjap. Qoftë për shkak të pavendosmërisë së brendshme apo forcave të jashtme që duket se po ju pengojnë, mund t'ju duhet më shumë kohë për t'i bërë gjërat siç duhet. Tensioni mund të zmadhojë një ndryshim opinioni, por vetë pikpamja mund të mos jetë problemi i vërtetë. Ka një fokus më të fortë në të mësuar, transport, projekte dhe punë të përditshme për ju këto ditë, me disa ndërlikime për të zgjidhur në këto fusha. Ndërsa diskutimi i çështjeve jo personale vjen lehtë sot, me tema më personale, mund të ketë disa hezitime për ndarjen e informacioneve të caktuara ose keqardhje për ndarjen e shumë gjërave tani. Megjithatë, nëse nuk e sfidoni veten sot, mund të ndiheni të irrituar. Kini kujdes nga padurimi dhe shtyrja e gjërave që kërkojnë hollësi. Ujori. Hëna lëviz në shenjën tuaj për një vizitë prej më shumë se 2 ditësh, i dashur ujor, duke tërhequr vëmendjen tuaj të fortë ndaj nevojave tuaja emocionale, veçanërisht atyre të paplotësuara. Ndërsa mund të jetë disi e zymt, është një pjesë e rëndësishme e një cikli më të madh dhe një kohë e mirë për të filluar nga e para. Megjithatë, ndërsa dëshironi veprim, nuk jeni shumë të sigurt se ku t'i përqendroni energjitë tuaja. Një plan loje ose mision duket se mungon tani, por mund të jetë një ide e mirë të ngadalsoni gjërat për t'u përshtatur. Sigurohuni që të shikoni për komunikime që nuk shprehin atë që ndjeni vërtet dhe përpiquni të mos i mendoni shumë gjërat. Peshqit. Hëna hyn në sektorin tuaj të privatësisë sot, të dashur peshq, duke tërhequr vëmendjen tuaj ndaj të kaluarës dhe çështjeve private. Është koha të hiqni pak presion nga jeta juaj në mënyrë që të mund të riorganizoheni. Megjithatë, me tranzitet e sotme, mund të dëshironi veprim, por nuk është e thjeshtë se çfarë të bëni me veten ose cilin kanal të ndiqni. Mund të jetë pak frustruese, por mund të çojë në zgjidhje krijuese. Mund të ketë një dilemë që vë në dukje ndjenjën tuaj të pavarësisë kundër nevojës për një lidhje. Të menduarit shumë është një tendencë, jeni të prirur të ndani dashuritë dhe ndjenjat tuaja nga vendimmarrja juaj, gjë që është e dobishme vetëm deri në një farë pike.
Synoni të shtyni veprimet derisa të dini se çfarë doni ose si të vazhdoni me ndjekjen e planeve tuaja. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.